Sot kemi dorëzuar kallëzimin penal në prokurorin speciale ndaj kryeparlamentarit zoti Dimal Basha. Pra është një kallëzim penal ku prokuroria speciale duhet të zgjedhë dilemat, sepse për neve nuk ka dilema, sepse është pikërisht Dimal Basha që në një revistë shkencore për ngritjen e tij akademike ka publikuar informacione se ushtria qëndrimtare e Kosovës është financuar nga kartelet e drogës, gjë që për neve kjo ka qenë indinjuese dhe është kodi penal e cila e sanksionon dhe e dënon këtë gjuhë dhe është një përgjegjësi penale ku Dimal Bashën e pret përgjegjësia penale, po pse jo edhe burgu. Si rrjedhoj do të kërkojmë nga ana e prokurorisë speciale që nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar me agjencionet amerikane të marrim revistën shkencore në tërësi, sepse vetë Dimal Basha tani mundohet të luan lojë fjalësh, këndej thotë se është fshirë kapitulli 3 dhe thotë që komiteti i fakultetit e ka aprovuar kërkesën e tij, gjë që është edhe ajo është lojë fjalësh dhe është disi për të shmangur.